Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV. Sinqerisht të vipat janë duke na bo lomsh, janë duke na bo, po gjithsesi kjo është puna jonë dhe ne ashtu jemi mësuar i lidhin ato litarët, ne i zgjidhim avash, dhe kjo është puna jonë, domethënë ato bëjnë e fol, ato bëjnë e fol, kështu që jemi të gjithë të lumtur në fund të ditës. Tani do ndalojmë tek Albosi. Albosi, çuditërisht ditëve të fundit ka dhënë një vend të rëndësishëm në median roz, po komentohet shumë për projektet e tij, po komentohet shumë për planet në të ardhmen, po komentohet shumë për këngët të cilat do t'i publikon dhe pikërisht një video e publikuar në Instagramin e Albosit ku gjesti puthën me shumë kënaqësi fotografin e Eglit dhurat nga një fans. Albosi ka postuar edhe këngën e tij të radhës. Domethënë ai po bën një projekt të bukur, një projekt që lidhet me Katilen, një këngë që në fakt brenda ka shumë ritëm, por zakonisht gjesti dhe Albosi kanë bërë kombinimin e emocionit, romantikes, melankolikes në ritëm. Domethënë kanë patur këndim të dhimbshëm, këndim balade, këndim emocional, por në këngë ritmike, në këngë adrenalin, në këngë të mrekullueshme. Dhe kjo në fakt ka qenë shenjë e suksesit të tyre. Albosi së shpejti do të sjellë një këngë shumë të bukur, me një tekst fantastik. Të gjithë ato të cilët e kanë dëgjuar coming soonin që Albosi ka publikuar në Instagramin e tij zyrtar dhe ka marrë shumë taga në story. Do thënë është një këngë që do t'i prekën gocat në shpirt, do t'i prekën çunat në zemër, do prekën dashurinë, do prekën zemrat e thyera, të cilat janë cop, dhe do t'i bashkojmë bashk për të bashkuar zemrën dhe për të rinisur një dashuri. Të paktën ky është Albosi, ky është gjesti që me tekstet e tyre të japin shumë emocion. Kënga pritet me shumë kënaqësi, kënga pritet me shumë emocion. Së shpejti thuhet që do të ketë edhe me Eglin një bashkëpunim Albosi, do me thënë që Egli pritet të shkojnë nën menaxhimin e 360 Music, por do të shohim se si do shkojnë gjërat pasi që tashmë është publikuar kënga me Fifin, por unë mendoj që Fifi ja ka larë borxhin apo lekët që duhet t'i ketë Egli dhe mirupafshim. Aty ka mbaruar çdo gjë, por gjithsesi në ditën e vazhdim do të shohim në marrëdhënien e Fifit, Eglit dhe menaxhmentit të gjestit. Albos së shpejti sjellën një mega këngë.